Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë këtë herë një rrëfim jete. Rrëfimi që do ta ndaj është një rrëfim i pazakont, është një rrëfim i dhimbshëm shumë. Është nga ato rrëfime që nuk duam ta besojmë, por që fatkeqësisht rezulton që të jetë i vërtetë. Fatkeqësisht rezulton që të jetë një ngjarje e pazakontë. Këtë letër ma ka shkruar një nën e cila ka një ankth të madh. Djali i saj ka vdekur para disa vitesh. Ai ka ndruar jetën në Itali. Shteti italian pas një kohë caktuar e ka sjell në vendlindje, por kur e kanë hapur kufomën çfarë kanë parë? Dëgjoni rrëfimin. Ishte një mëngjes i ftohtë dimri, kur dera e shtëpisë sime trokiti fort. Zemra më rahu si e çmendur. Nuk e di pse. Por atë ditë ndjeva sikur qielli po më binte mbi kokë. Kur hapa derën, pash dy burra me fytyra të ngrira. As nuk më shkoni në sy. Njëri mbante një dosje në dorë, e tjetri uli kokën edhe më tha me zë të ulët: Zonjë, djali juaj ka ndruar jetë në Itali. Në atë çast mu pren këmbët. Nuk dëgjova më asnjë gjë. Vetëm emrin e djalit tim e dëgjova, që më jehoi në kokë, bërtita aq fort sa fqinjet dolën jashtë. Nuk doja që ta besoja, djali im, shpirti im, ai që iku në Itali për një jetë më të mirë, nuk jetonte më. Për ditë të tëra nuk hëngra, për ditë të tëra nuk fjeta. Vetëm mbaja telefonin në dorë duke pritur që ai të më telefononte e të më thoshte: Mami, mos qaj, unë jam shumë mirë. Por telefoni nuk më ra kurrë. Pas disa javësh më thanë se trupi i tij po vinte në Shqipëri. Më thanë se arkivoli ishte i mbyllur dhe nuk lejohej që të hapej. Janë rregullat, më thanë. Por një nën nuk bindet lehtë ku bëhet fjalë për fëmijën e saj. Ditën që erdhi arkivoli, e gjithë lagja ime ishte mbledhur. Gratë qanin me ligje, burrat mbanin kokën ulur, e kur e pash arkivolin e zi, mu duk sikur toka u qa. Rash mbi të duke përtitur: O birë, hap syt vetëm edhe një herë për nënën tënde. Por askush nuk më përgjigjej. Njerëzit më mbanin që të mos e hapja, më thoshin mos e hap moj motër, do e kujtosh për keq. Por zemra ime nuk qetësohej, diçka brenda meje u lërinte se kishte diçka që nuk shkonte. Atë natë pasi të gjithë u larguan, unë mbeta vetëm pranë arkivolit. Vetëm me dritën e qirinëve dhe fotografinë e Timbiri. U afrova ngadalë, dora më dridhej. Më dukej sikur po bëja diçka të ndaluar, por unë isha nëna e tij. Kisha të drejtë ta shihja për herë të fundit. Me shumë zor arrita që ta hap. Dhe aty, bota ime mori fund për herë të dytë. Arkivoli ishte bosh. Ishte krejtësisht bosh. Nuk kishte trup, nuk kishte djalë. Vetëm disa copa leckash dhe një erë e rëndë drurit të lagur. Bërtita aq fort sa që unë humba ndjenjë. Kur u zgjova, njerëzit më shikonin sikur isha të çmendur. Disa më thanë se nga dhimbja nuk dija çfarë flisja, të tjerët më kërkuan që të heshtja dhe më thanë: mbylle këtë muhabet, mos hap telashe.
Po si mund të heshtja, ku ishte djalim, ku t'ja kishin sjell ata arkivol, pse ishte bosh? Kaluan muaj, pastaj dhe vite. Shkova në për institucione, kërkova në Itali, telefonova spitale, morgje, komisariate, askush nuk më jepte një përgjigje. Disa më mbyllnin edhe telefonin, disa më thoshnin se dosja ishte humbur, të tjerët më shikonin me mëshirë. Por një nën nuk dorëzohet kur. Çdo natë flem me fotografinë e tij në krahëror. Çdo natë pres në ëndër të më vijë. Dhe ai vjen. Për vite të tëra djalim është shfaqur në ëndër gjithmonë në të njëjtin vend. Një rrugë e errët me shi. Ai ri larg meje, i lagur dhe i dobët. Dhe më thot: "Mam, unë jam në Itali." Vetëm kaq. Unë vrapoj drejt tij, por ai largohet. Sa afrohem, aq më largohet, pastaj zgjohem duke u qarë. Një herë në ëndër më tha: "Mam, mos më kërko aty ku më kanë varosur. Unë nuk jam aty." U zgjova duke u dridhur, atë natë nuk fjeta, më qava deri në mëngjes. Njerëzit më thonë ta haroj, ta pranoj që djali ka vdekur, po si ta pranoj kur nuk kam parë trupin e tij? Si ta pranoj kur arkivoli ishte bosh? Ka ditë që dal në rrugë dhe më duket sikur e shoh një djalë me të njëjtën ecje, me të njëjtin zë. Dhe zemra më ndalet ndërsa unë vrapoj pas tij, por ai nuk është. Kam vite që jetoj me shpresën e tmerrit. Ndonjëherë mendoj, po sikur djali im të jetë gjallë. Po sikur dikush të ma ketë marrë. Po sikur të ketë humbur kujdesën, po sikur të jetë diku në Itali dhe mos mund të kthehet. Kjo pyetje më ka djegur shpirtin. Në dhomën e ty nuk kam ndryshuar asnjë gjë. Rrobat e tij mbajnë ende erën e dikushme. Çdo mëngjes hyj aty, pastroj plurat dhe flas me fotografinë e tij. Ku je birë? Vetëm një shenjë më jep. Ndonjëherë më duket sikur dëgjoj hapat e tij natën. Dera kërcet lehtë. Zemra më thot se ai do t'hyjë dhe do të më tharas: "Oj mam." Por shtëpia mbetet bosh. Po aq bosh sa i arkivol që më shkatroi jetën. Mjekët më thanë se dhimbja më ka smur. Kam humbur flokët, kam humbur gjumin, kam humbur jetën, por nuk kam shpresën më të humbur. Sepse një nën e ndjen kur fëmia e saj nuk pret në paqe. Dhe unë e ndjej këtë gjë. Ka net kur shkoj te vari që i bëm pa trup, ulem aty dhe që ai e pyes: "A je këtu apo jo?" Era fryn fort si dikush më përgjigjet nga larg. Njerëzit më shohin si të marr, por nuk e din çfarë do të më thonë të mos dish ku e ke fëmijën. E vdekja është e rëndë, por më e rëndë është mungesa e së vërtetës. Sot kanë kaluar shumë vite. Unë jam plakur duke pritur. Dhe ndet çdo natë para se të fle, lë dritaren hapur. Ndoshta një ditë djali im do të trokas. Ndoshta do t'hyj i lodhur me lot në sy e do të më thotë: "Mami, u ktheva." Deri atëherë unë do jetoj mes dy ferash, mes dhimbjes që mund të ketë vdekur dhe shpresës së tmerrshme se diku në Itali djali im ende po më kërkon, edhe ai mua. Është shumë e vështirë, nuk di çfarë të them.